Tani të ndërruar shikues, është koha që kalojmë linjën te kolegu jon Enver Guashi, siç e përmendëm. Ka dy arsye pse Reporting House është në fest, 1 vjetori i themelimit të Reporting House, dhe gjithashtu edhe instalacioni me 500 minerale që vijnë nga Trepça për të shënuar kështu mbi 100 vite punë të minjerës së Trepçës nga atje. Ja sa bukur po duket, e kemi Enverin dhe po e përshëndesim. Përshëndetje Enver. Përshëndetje Enver. Përshëndetje. Po natyrisht do nga bukur, me qenë se po kemë mbrapa mineralet e Trepçës që po mos bukurojnë prapa vinë. Dje isha me asamblin Zana që kisha privilegjin që vërtet vajzat shumë talentet muzikës në prapa vi të rinë të mos bukurojnë, e sonte janë kristalet e Trepçës që mos bukurojnë. Po pra jemi të Reporting House, një muzeu i cili vërtet po na sjell risi gjatë kësaj periudhe. Risi do jetë edhe sonte me një ekspozit shumë të veçantë, pra me kristalet të nxjerrura nga toka e Kosovës, pikërisht nga Trepça. Do flasim me menaxherin apo ta them producentin ekzekutive të Reporting House, Jeta Xhara. Jeta, një ekspozit e veçantë, një ekspozit ma ndryshe nga gjithë kjo. Faleminderit mas pari, është shumë simbolike që në RTK mas pari po e lansojmë këtë, sepse gjirimin më të vjetër që e kemi në Reporting House është ai RTK-s që e ke pa minatorëve, greva e minatorëve. Në atë kohë nuk ka pas gazetar të huaj, edhe kur e çelëm në këtë muze e kemi pas çat gjirimin më të vjetër. Gjirimin e grevës së minatorëve të ditëshe të jujën edhe fotografinë e Hazirekës. Mirë po, një vjet pas, kuratori i ekspozitës tonë, Gazmende Jupi, tha lidhur me Trepçën, duhet me bo diçka tre, edhe filloj me djersit kokën edhe filloj kërkoj që bu këtë vendin ku e kishim minatorët e Trepçës, ku i kishim fotografitë të 80-ave, kërkoj me shku në minjerë Trepçës, sepse në tha na duhet me fol ma thellë për Trepçën, edhe për me fol ma thellë, dush me hi në thellësi Trepçës. Edhe më detyroj edhe mu për herë të parë si gazetare, më luti me shku në horizontin e 11, 750 metra në tokë, në nxehtësinë e 50 gradë Celsius, ku që ta gurë unë nxershin. Edhe kjo është, po du me të kallëzu që është prej ideve të ralla ma inovativja që ka qenë qysh munësh me pru pasurinë e Kosovës me një vend në qendër të Prishtinës ku fëmijët mujnë me vizitu, jo vetëm të rriturit, po edhe fëmijët me fol jo vetëm për historinë deri tash që kemi fol me qatë materialin e RTK-s, kemi fol për historinë politike të Trepçës, për shkak domethënien politike të minatorëve. Tash po ky instalacion i ri që është bo për mes kuratorit Gazmende Jupi, mënyrën që është menu ka tri dimensione tjera, edukative, shkencore, edhe kogja du me thonë artistike e shpirtërore. Deri tash kemi pas fotografi edhe pjesën dokumentareske edhe gazetareske Trepçës. Nuk e kemi pas pjesën kreative, shkencore, edukative. Pse po thom kreative? Sepse mënyrën që janë këta gurë të nejtë, duket infinit ta jep ndjenjen qashtu qysh na pak jemi mundu me pruat ndjenjen që e kemi pas unë e Gazmende Jupi kur him 1 kilometër në tokë. Edukative, për shkak se na gjithë fëmijëve i thojnë toka jonë e rëndësishme, po ata nuk e shohin vizlimin, kristalin, nuk i shohin qëto mjete. E në fund, kur t'i kallëzojmë pse është edukative edhe teknologjike besa, edhe shkencore, ajo pjesa shkencore, është se plumbi dhe zinku, në hulumtimin tonë e kuptu që plumbi dhe zinku që nxiren prej Trepçës, xehet kryesore, përfundojnë në telefonat tonë. Do me thonë, na menojmë që këto janë gjana që vinë për një veni shumë të ertë, me shumë kushte të vështira në zerën. Atje duket këgja si njëjtat kushte si para 100 vjetëve janë ata punëtorë që shpunojnë, po në fund që ata gurë na binë teknologjinë që këtë telefoni jonë ka edhe plumb edhe zeng, sepse veglat që me cilat punohet telefoni i kanë qëto materialit të qëtën e gurve. Dhe me thonë, po mundohëm me kuratori e ka menu që shmja provoku
imagjinatën fëmijëve me dashur venin ton, jo veç përmes një ndjenje veç patriotike, po edhe përmes shkencës, me kuptu që jo senet vlefshme edhe senet nështë ta hynore edhe pak si gjithësi nuk i kanë veç të hujt. Edhe nuk duhesh më shku veç në Londër me pa një historinë 100 vjeçare. Kjo ishte ideja e hulumtimit kur Gazmendi menonte për anën kreative, edukative, shkencore, e jamja keme hulumtu pak sa i përket arkivave të Trepçës, e kuptum që herën e parë kur ka nis me u bo hulumtimit për eksplorime, sepse me njëra mas pari është në shkru kontrata 1926, po 1925 kanë fillu hulumtimet geologjike për me e qelë qatë minjerë, edhe thamë 1925, kjo moment ku na duhet me qenë krenar, që kemi 100 vjetë diçkafit, se deri tash flasim shumë, deri tash muzeon tonë kemi folë për 25 vjetë, gjana që na ka ndodhë, ose në 80-at, 90-at, por jo asesi gjana që na ka ndodhë para 100 vjetëve. Edhe është me rëndësi me pru këtë histori, me shënu, e nuk muj me ta spjegu sa shpejt, efikas edhe jashtëzakonshëm ka reagu Trepça, do me thonë ndërmarja publike, dhe për që ato po vjen mirë që ju si televizion publik mas pari po folni për një përthesar publik në fundit, edhe Trepça është ndërmarje publike. Trepça menova që ka me na zhagit, ka me na qunë 100 aprovime, ka me na i kërku shumë elaborime, po brenda javës e kam pranu kërkesën. Pse e kuptun, rëndësin erdhen në muze, tham na veç po dojme pa njerë ku po dojnë mi qu këta gurë. Nuk është punë e vogël që ka bo Trepça. Na ka dhonë deri në 500 gurë. Deri në 500 gurë. Me dimenzionet të cilat kanë qenë specifike të kuratorit. Kuratori ka thonë po i du qëto minerale, të qësaj natyre, po i du mineralet të kësaj madhësie, ja ka kallëzu madhësit edhe madhësit soma të ndryshme, edhe me një produksion troll artistik, do me thonë se kjo nuk është vetëm ndoshta përveç jo kreative me u menu, është sfid logjistike me instalu gur me i bart mas pari prej qatër në tokës, me i transportu në Kosovë, në Prishtinë këtu, te Open Art Gallery ku ishte produksioni që e ka bo këtë, është do me thonë janë të prodhume prej, të përpunimi ka ndodhë prej Naim Spahiut, edhe një mjeshtër i hatashëm. Kemi pas faqe, kemi punu me një njëri që 20 vjetë nga liritarteve, përvojt hatashme ka. Edhe unë mendoj kuratorin ma kreativ momentalisht në zonat shqiptare. Për shkak se e ka menu sakt për natyrën e hapësirës tonë, që doj me folë për historitë Kosovës, na ka qu dikun ku se kemi pas gazdarina, ose materialin gazdares, nuk e kemi pas 100 vjetë për para. Tash, na ka shti me u thellu edhe me folë për historinë ekonomike të Trepçës. E tash, veç po du me e cekë që Trepça nuk ka që s'ka egzistu edhe para 100 vjetëve. Do me thonë, në 1300 për herë të parë o përdor si term, por në formën e saj industriale ka fillu kur me anglezët, kur kanë ardhur parë kompania angleze që gjatë revolucionit industrial, ne po e shënojmë pra 100 vjeçarin e traditës industriale të Trepçës në formën që sot, sepse minjerat si të vogla edhe në formë mesjetare edhe prej 1300-ës janë të unëzerë prej ati vendi. Është atë çka është bo me shtytje të një force kreative të Gazmendi Jupit, tash po e boj une në një formë shumë atë kadalshme që është me mih informata prej arkivave angleze, sepse më duk kogja për mu si klet që krejt materiale që janë hulumtu dhe i stash për Trepçën i kanë bo sërbt ose anglest. Shumë pak studius shqiptar jam të gjetë që kanë studiu për historinë e Trepçës, kështu që s'po kom qef me i marrë dorës dytë, po filloj kadal kom angazhu njerëz me i hulumtu arkiva që janë kishte shumë arkiva në Londër, më saksisht në LSE, London School of Economics, që është universiteti të cilit ai pronari i parë i Trepçës, që ka pasur emrin Warren Beatty, ai kishte qenë edhe këshilltar i Churchillit gjatë luftës parë botnore, e mandej është marrë me minjera, ai krejt arkivat e veta edhe memoarin e vet ja ka lanë LSE-s. Edhe në LSE, në fakultetin në prej më të mirëve në qendër të Londrës, ishin paketat tona, jemi futur në Ren, kemi bo
kërkesë për me apliku që me i hulumtu që ato arkiva, sepse aty janë arkivat e kompanisë anglise, e cila ka mihë në Afrikë edhe në Jugoslavi, në shumë vende të botës. Na duhet me gjetë kutinë e Kosovës, na kanë thonë që zgjatë 3-4 javë derisa të vimë në ren, edhe si në proces e sipër gjatë kohës që ka me qenë e hapun kjo ekspozit, ne gazetarët kemi me henez me bo punën e mihjes së informacionit, përderisa ndoshta artistat, kuratori e ka kry punën për me arë njerëz me pa, ne kemi hala punë, se duhet ma në fund me tentu si shqiptar vetë me i marë materialet originale. Kjo kështë me qenë qëllimi jam mujtë e arshëm, që kjo ka me qenë puna që kemi me bo. Jeta me një përgjigje mi përmbysë diko një 7 pyetje. Me gjithat e kam një pyetje në 8. Me qenë që është teknike dhe do të frasim andej edhe Gazmendin, deri kur do jetë e hapun ekspozita? Do me thonë, na gjdo vit po dojmë me shënu muzeun ton me punime të reja. Dëshira jame është me qenë një vit mas paku, e kemi kuratorin shumë kreativ, a i menon që duhet me pas ma shpesh pun të reja. Unë jam qaq e dashunume në qëtë punë, sepse ka do me thjonë një të hatashme, kalëzëm për 100 vjetëshin edukativ, shkencor, teknologjik tonin, me më vetë mund një vit. Ko me kalu një kohë gjatë me bind kuratorin që s'duhet me heke me bo diçka tre. Bota artistike menon që gjithmonë duhet me bo diçka tre, edhe në muzejat jashtë menojnë që shpejt duhet mu hek punimi. Për shemë, në botën artistike, sidomos në galeri të arteve, ka 2-3 javë zgjasin hapjet e ekspozitave. Për mu është, ko gja më katë me pas, veç 2-3 javë, diçka që është e bukur edhe mirë. Në tonë presim të në verën tjetë aktive. Gjatë verës gjithsesi, si vjetë, ju siguraj, unë kom e tentu një vit, edhe kjo më varet edhe gjithashtu e më verë duhet me pranu që kjo po më varet edhe për dinamikës çka do me bo qyteti me që ndërtes. Na nuk jemi këtu për hershëm, na tentoj me bind komunën që ja vlen me maj qelë, edhe arsyeja pse ja vlen me maj qelë është që gati 10.000 vizitor e kanë vizitu, do më thonë kemi 9.600 e diçka vizitor që e kanë vizitu prej qelë. Është prej muzeve ma të vizitumë në Kosovë prej që qelë. E mira e komunës është që për një me kemi pas për 3 muj, kemi zgjatë 1 vjetë. Jemi shumë fatlum që na kanë lanë kënë vetë 1 vjetë. Duhet vazhdimisht me punu, me i bind me fakte, me vizitor, me kreativitet të punëve të reja, që kjo ekspozit e ky muze ja vlen me qenë i përhershëm, jo i përkashëm. Jeta familjarë shumë për intervjistën, të frasim edhe Gazmendin, kuratorin, uroj që gjithë që ka shkojnë barë, njerit kreativ, Gazmend, shumë shpesh për nga bjenë për mu taku, sepse puna jotës, puna lëndën e asë neve rahat. Sonte një punë, si shta edhe Jeta, një punë shumë atraktive, inovative, ku ngacmoj kej gjithë ide, nga burimi. Po kur kena fillu për fillimin me Reporting House, hulumtimi ja nisi me marë format e vetë kreative. Mund është edhe pak edhe kalorën dhe picën rrët kamerës. Edhe filloj me hulumtin që Ceko dhe Jeta më herët, edhe na u deshke me pas një inovacion 3 sa i përket trepqës, që gjeneratat e reja mu me pas qasin edhe në Prishtinë, edhe pse ka një muzej shumë bukur me trepqa, zdi do me pa me vizitu, edhe ka të organizu me qaq bukur, me detaje, me informata komplet. Neve që ka nga ka dasht në Reporting House është me kryu një inovacion 3, sidomos ka ana praktikës të kuratoriale. Që do me thonë edhe gazeteria është kuratu. Reporting është hapsina që është evidencë. Për çdo se mundën më kuratu dhere se ka një koncept. Për neve shumë rëndësi ky instalacion me pas sa ma shumë vjushmëri, se në bas artit në përgjene një farë diplomacie me përqu historinë tonë. Qysh ka filluar, për gazetarisë tash për fillojnë nga dalë edhe nga Trepça dhe vendet e tjera. Tregoj, më thonë, në përmjet Jetës që u futet dikun 750 metra në tokë, dimenzionit ishin të specifikume se çfarë lloj minerale apo gurë kristalor që të vinë. Ishte vështirë gjithë kjo përzgjedhje, gjithë kjo ta quaj projektim si ide deri në realizim? S'pe thonë vështirë, knaqësike, se pash diçka që s'ku mujt me imagjinu.
stafi punëtor të Trepçës janë heroj tonë. Edhe informata që i kemi marrë për tyre është ka qenë mrekulli, fenomenal. Edhe sidomos stafin që punojnë në muze, detaj që në kanë jepë informacione për këtë kristale që janë në vitrinat e tyre, është e atashme, është shumë e bukur. Edhe është një farë ndjenje posaçme, se dashnin që e kam për Trepçë, për minjerë është nuk më taku, se ma e men kërë më taku me dikon që këmë folë me qatë shumë pasjanë. Natyrisht, përveç karakterit artistik, ka dhe karakter edukativ, si që përmen jeta, me qenë se nesër, pas nesër, e çdo ditë tjetër, mund vinë 3 fëmijë që të mësojnë vërtet për burimet tona nëntoksore dhe ta shohin këtë fa bukurie. Ishte ky një prej elementeve artistike që futet edhe kjo pjesë e edukimit, apo erdhi kështu, rravës? Na veç kemi fillu me reportin as, kemi pas shumë vizita për shkollave fillore të mesme, të fakulteteve, edhe tonë kohën për kemi kërkesa, çka ka tre, çka puna me pas pjesë të edukimit. Është pjesë po pa tjetër. Mi po tash jemi ka punojna dhe me një farë mënyre që mi prek ka pak edhe skenën ndërkombëtare, që me ma shumë vëmendje. Jo mi kallëzu krizat, me mi kallëzu suksesin. Se na jena perfekt, nuk s'po na mongën kur gjë. Na kena veç një problem të vogël, në komunikim pak po hekum, po tjetrat po bën. Kështu që kjo hapësinë që to ka me qenë edhe është një pjesë komunikimit me diçka materialet e tjera. Gazi, do bëjmë sonte një premierë edhe një ekspozit shumë unike, një ta quaj ekspozit vërtet e pa dëgjuar në vendin tonë ashtu si që bëre. Po ecim me qenë se është pak larg prej të pjesës kristaleve, na tregon pak si për çfarë bëhet fjalë dhe si erdhi deri te kjo ide, pandej edhe kamermani do të mund të merr edhe pamje aty. Reporti në as galeri ka fillu që 5-6 muaj me ekspozitën dritonet, ju keni qenë në intervjis fillim. Ka fillu me Zhana Kadyrova, artistën për Ukrainës që e përën hapje, ku e mbatën vetëm 3 muaj. Na dofka diçka me marrë për zemrës gazës edhe me pru në skenën tonë të artit, me një sakrifisë që artisti i ri punon në për thasë të cilët jenë jepë ndihma, ku ai i shfrytëzoi ato dhe piktorike mbi to. Qysh filloi komunikimi, filloi për Prishtina Bienales në kontakt me artistin. Me një mulli në Sekiraq, vllazërimi, ku i mbushëm komplet me miell. Ideja e hapësinës është eksperienca e erës të miellit mrena, që lidh direkt me punën e artistit. Kjo është punu direkt me artistit, me komplet direktivat e tina, nuk ka ndryshu kurrë. Mbasi të kryet ekspozita, miellt jepen si donacion me një organizat jo qevitare në Kosovë. Shtu Gazi, ta kuptoj mirë. Më thonë, gjitha këto pikturat janë prej një artistit i cili është në Gaza për momentin, në luft, i cili ai pikturon atje në kohën e luftës dhe pikturat ju kanë sjell juve, janë printu dhe është një ekspozit. Na ka dërgu falat me internet, nuk dyqysh, ka qenë shumë e vështirë komunikimi për shkak se është gjendi lufte. Për neve ka qenë me ndërëtësi që e procesi punës, që e komunikimi. E nitëm vetëm sikur këna konan në Kosovë. Kene fa ndjenje e njëjtë. Mi po çdo sen që është punu me detaje, është një detaj që të afër të afro me kamerë. Kjo është e lona me qëllim, që me pa që është miell. Edhe këtë më pëlly pak mu, toka është në rregull, nuk ka kështu probleme. Gjitha këto pikturat janë të printume, po në ka qu format digital, na e kemi printu, po. Po janë nga artisti i cili është andej. Një ekspozit emocionuse. Shumë. Po, për neve shumë shtirë se tash kemi caktu me bo në online me artistin javën ashme të ajten, me pas një bashkë bisedë me ta, për procesin e punës. Mi po procesi punës të artistit është dëshmi që apo do thash, mi po mas 10-15 vite për neve është mirë si Kosovë, sidomos që kena kriju një fa solidaritet artistik me artistin nga Gaza. Gazi, një që po vrej për punimeve tuaja kohëve të fundit të cilit kam qenë pjesë edhe me intervistën me juve, që gjithçka që bën ke dëshirë që t'jetë e prekshme,
tjetë ajo që secili prej nesh që vinë vizitojmë, Sa më afër ta punimeve. përjetojmë, ta shohim. Është një karakteristike e punës tuaj? Po, jemi mësu se vepra artit nuk guxon më prek, ka shumë rregulla që shumë pajtona që kanë specifika të artista dhe kuratore, këtë rast unë po du mi thyq ato rregulla. Se du të më prek mjeli, të të mjarë era, në qenë pjesë e hapësirës. Është shumë në rëndësi proces që shikues më konë pjesë që sajna. Gazi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit Uroj që gjithçka të shkojë në bar, me qenë se sonte është hapja e ekspozitës kështu zyrtare e kristalive të Trepçës, po natyrisht gjithë ata shikues që dëshirojnë të vinë këtu, mos të lejnë edhe pa vizituar edhe këtë hapësirë këtu, me qenë se është shumë përveç inovative edhe emocionuese, duke ditur që gjendja në Gaza është gjendje lufte dhe edhe aty bura një shpirt artistik të quaj ashtu. Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit për përkrojnën, si gjithë. Faleminderit. Ishte kjo pra intervista nga Reporting House, ku sonte pas pak minutash të quaj ashtu, do bëhet edhe hapja zyrtare për atë kristaleve të mineraleve të Trepçës. Një ekspozitë vërtet e veçantë që ftoi qytetarë që kur vinë në qytetin e Prishtinës që të vinë ta vizitojnë sepse është diçka shumë unike. Linja për ju studio. Faleminderit Enver.